Ligji I Branitellave do të miratohet pas zgjedhjeve lokale, kështu ka deklaruar kreu I Partisë Digniteti Stojan Angelov në emisionin Samovistina. Sipas Angelov, ky ligj do të miratohet pas lokaleve për të mos I prishur punë partnerit shqiptar të koalicionit Vlen. Thotë se në pyetje janë disa muaj dhe se pas kaq pritjesh, pak muaj që kanë ngelur nuk përbëjnë problem për Stojan Angelovin. Pres që pas zgjedhjeve lokale, atë që kemi rënë dakord në pjesën e Branitellave të jetë realizuar, jo tani, sepse kjo do t'i prishte punë partnerit ton Vlenit. Unë mendoj strategjikisht, ato kritika I prandoj. Dobësimi Vlenit në këto momente do të hapte derën për BDI-n, a duhet ne këtë ta bëjmë? Deklaratën e Angelov, I cili për më tepër mban edhe pozitën e qeveri që kryesohet nga VMRO-ja, e kanë komentuar edhe nga koalicioni Vlen. Për televizionin Shenja nga Vlen, thonë se Stojan Angelov nuk përbën as autoritet politik, as faktor relevant për çështje që prekin shqiptarët dhe asnjë deklaratë e tij nuk meriton trajtim serioz. Nga Vlen gjithashtu shtojnë se nuk merren me figura periferike të skenës politike maqedonase. Ajo që është me rëndësi thelbësore për ne, është që Vlen e ka thënë qartë dhe me vepra. Ky ligj për Branitellat nuk kalon, pa përfshirjen e drejtë të barabartë dhe me dinjitet të statusit të pjesëtarëve të UÇK-s. Nuk mund të ketë ligj për asnjë palë tjetër. Kjo nuk është çështje teknike apo momentale, por vije kuqe për Vlenin. Vlen është I vetmi subjekt politik që përmes deputetes Imerlie Saliu e ka bllokuar ligjin për Branitellat. Nuk jemi të interesuar për deklarata e spektakël, por për qëndrime të qëndrueshme dhe veprime reale. Deklarata e ish-komandantit ka ngjallur reagime dhe tek opozita shqiptare. Aleanca për shqiptarët e drejtuar nga Arben Taravari ka deklaruar se ky prononcim I Angelovit nuk është thjesht një manovrim politik, por një tradhti e qartë ndaj interesit kombëtar shqiptar. Sipas Aleancës për shqiptarët, kjo edhe një herë dëshmon se Vlen në qeveri është për opozita e jo për shqiptarët. Vlen nuk është zëri I shqiptarëve, por zgjatimi I politikave që mohojnë të kaluarën tonë. Vlen është në qeveri për karige, jo për parime, dhe se Vlen është e gatshme të heqë për ligje që lartësojnë strukturat që luftuan kundër shqiptarëve, vetëm për të ruajtur pozitat e pushtetit. Aleanca për shqiptarët e ka parë me kohë këtë realitet të hidhur për shqiptarët, dhe për këtë arsye ka braktisur këtë qeveri të pabarazisë dhe diskriminimit etnik, ku shqiptarët shihen si dekor dhe jo si partner të barabartë. Debati për Branitellat nuk është moment I ri politik. Debati ashpër mbi këtë temë u realizua në Kuvent në Komisionin për Politikë Sociale me muaj të tërë. Të bashkuar për të mos lejuar miratimin e këtij propozim ligji ishin të gjitha partitë politike shqiptare.